Jam ekstrem, nuk e di, edhe 3 muaj të parë. What the hell? Bre. Se ju së kini të imun për që përbaja, të një bëjtë. Bjeva kaloshe. Oh my god! I didn't know. Oh my god! Oh my god! Till that day. Oh, nuk po vrej. Nuk jam të ditas. Kam janis. Opa. Duart janë të më dridhë, hala. Unë njerë mendova që kjo është negativ, edhe nuk e di, e pata dhe video, që shë këqyra, se testat tjerë nuk e nganë kështu. Dhe më thonë, 2 vija, ose që shqip që shkron, 2 vija, 7 zonë. E unë që të video jam të e bo që 5-7 muj, gjdo muj dhe më thonë, edhe kur gjë nuk e ndodhë, që dhe më thonë në përkëthim që na jena të e provu prej nëntorit. Nuk e di shumë, i kam emocionet të përzime, nuk është si herë, por definitivisht se me një farë logjike kur nuk jeni gatshëm për fëmijën e dytë. Edhe që na e kena planifiku edhe krejt, apo arsyeja pse nuk na ka ndodhur prej nëntorit, është që në qatë moment Albani ka pas ndeshje, që dhe më thonë automatikisht hargjim parave edhe kena pas planet tjera, normal, masi kena pas plan fëmijën e dytë, kena pas planet tjera, me vazhdu pak ma nalt me shku. Edhe tani automatikisht aty neve minus, o konë minus ekstrem i madhë, më thonë ka që shumë i punon edhe kur gjë heq. Edhe tani, une jam qasi tipi që për shumë Albanit nuk janë në atë shumë, ama une jam qasi tipi që e kam smuj me përparu, do më thonë smuj e kam, nuk e di që shme jam spjegu shkurt qip, ama e kam pa tjetër në trunin tem për me përparu. Edhe nëse nuk e arriti qëllimin tem, une jam katastrof. Tani prej atyshit, prej nëntorit, djetor janë i kënim, mu pate nol totalisht, për dini shka, se dini që s'kam qef me folë për këto tema, o zot. Edhe tani, jo këm shku të mjeki, jo një qënë të lashë mi ka qitë, deri kur më ka në ardhë me hopa normal, se pa hopa nuk ka në mëndshme. Tani,
që sa mu jena të provu edhe me thënë drejtën shkret e kena provu se ashtu kështu nuk i kum pas rregull ta mas që asoj. Edhe çdo muj e kum di që dyqysh nuk jam shtatzon. Edhe qëtë muj kur jëm nalë ma me menu për që ata thesha hajtë kur ta jep zote s'është më rëndësi, bashkë qëtë muj ka ndodhë, dhe më thënë bashkë nuk jam e përgadit në hiq, se kretë muj tjera, dhe që shumë ka në përgadit në unë jam shumë e logaritne, kam qef kretë sa me ditë mi pas në rëndë fije, me data, me kretë kam qef mi pas planifikune, edhe dhe që shtash nuk e kom logarit, që ka me ndodhë, edhe tash jam shumë... Oh my god. Jam ekstrem, nuk e di, edhe... Kur e pash algen më ngjes, by the way, në qëtë shtatzani definitivisht nuk e di, ky fëmi ka me konë të logë, dhe më thonë, edhe jam nervoz, edhe une këj për zër e kam me kajt ekstrem, shumë o zër dikush me minzir lot, amo qëtë shtatzani fëmija ka me konë zjem definitivisht, edhe po thuaj se për afrës se pali edhe me full, e di kur e kum bo fëmin, prej qatë jeshit, gjdo sen, do më thonë, o kam prej qështu nuk e kum pas në shtatzani në par, as jem kanë krejt chill, do më thonë, krejt e kum pas chill, edhe amën që ta definitivisht nuk është. Edhe shka ma e kje qia, vetëm po menoj për gjonat e këqia, që për shumë më ngjes, du e qua algen tjërë dhe, e po është një fëmi, nuk po me besu që jam të fajt për qëta. Po është një fëmi që nuk është mirë, me nonën e vetë të jetë, edhe tani mu që aja amu feel më roki. E unë po albonin më ngjes, ama normal e të pënu qysh mi kallëzu, për kur të vjen, qysh mi e thonë, bre, une e di që kum dash me pas që të fëmijë, nuk e di që kam. Kam plan me kallëzu shoqës teme të ngusht, farës, se aja tash, që tash edhe që kjo sen, që ke sen ato mërësit. Shoqë e me ja ka njës me tu dikon tjetër, po më nëj në qëtë shteta ma largë, prej neve shumë ma largë. Qatë zanin e përgjë që edhe fëmi, se ju më rritë më ta, edhe fëmi kërë në konë, gjithë mund e këmë përmenu që qatë zanin ka me do me ta, kam ju kallëzu asaj të parës, edhe shumë me besu që kjo sa në të më prikë. Edhe ta është kur ka që e moment që muj mi kallëzu që jam të jetu këto, aja nuk është. Definitivisht nuk kam i kallëzu një rast për të vemi se joven për një javdit, sot është 20 maj, për një javdit është bajramin, është qatë her i kallëzoj, edhe për janë është edhe dit kena me shku në Kosovë, edhe i kallëzoj më dhe Talibanit, o shopre! Shoqën të e me nëse u qu. Šta je bilo? Sigurna? Ja sam, šta je bilo? Trudna? Ja! Ja ne znam što plaćem. Znaš koliko plaćem? Od jutros plaćem isto debil kakav. Pa što plaćeš, to je lijepo. Pa nemam pojma. Nešto mi šalje. A od kak sam trudna sam bez se plaćem i nerviram se. Šta se ti znao, Ange? To ste i htjeli, Bona. To nas sad neće biti na prvom mjestu. Afro, te budala.
Pa bëjsh transformować stronę tej prowodiete. Pa znam. Drago, dobro, ja te razumijem u šoku si, sve to stoji, zato i plačeš, zašto se šokirala, kontaš. Ali to je baš lijepo, Janjka će dobiti sestru i njoj će biti ljepše, ima se s kim igrat, vidiš Kenu Jamara. Hormoni ti ba, zato plačeš. Pa ja, mislim, jučer sam napala isto Albana zato što mrve nije pokupio. Eto vidiš. A te sam morala ovako reći. To mi je najgore da nisi tu. Nema početi ja plakat, Bože jesi. Šta misliš, da sad nešto misliš, je o žensko ili muško? Nemam pojma. Ja uvijek mislim da je žensko jer sam htjela da Alga ima sestru. Personet nummer Q, kredet ik altijd voor met Albonet. Personet nummer 2. Është motra Albanit. Nuk du me thirë se nuk moj, ja nisë me kojta pet. Shpëja qaj një mesazh. Motra Albanit ma ka këthy mesazhin edhe tash vetëm po ja gjoj fotën ose atë. Mos e naj prengën e shkaj, Zot, pa keq po nëjna unë. Tash të kapin hormonat. Till that day. Okej, ku më përgatit gjana për me bos surprizë Albanit. Të sta komar, unisex. Të qëto. O, Zot, sa nervoz jam. Mura për mi kombinu qërën i sa dhukja. Kuku, Zot. Në që të kese pa lidhe për alar. Edhe testin. Shumë nervoz jam, o Zot. Tëra, që qëto. Tash i kemi. Bubi jam. Shakive. Jakive. Flow, ik zat wat aan het jassen. Të mësë më bëmë ma në gjitë. Që është apo gjejtë? Që ka këqëra? Që i sa kim të i algë si më që? Zo is gewoon eens dat. Që të? Wat is het zelfs helemaal niet. Natuurlijk hij niet. Ja. A, be qëllë, se dhe rata i lëta. Bobre. Për dhe dhe. Pëse të qëllë. Në dhe të marrë ti. Ai, e për normal. Bubi, do këtë bu. Shaki, qënër. A, mërsh. A bet të kojta? A ki më linë të ja? Aha. Po si këqyre e tjera, qyre. A je normal? Bubaj. Sa shkaj të më nume. Jezu. Hamsa. Znači što dede varajta. A cutie. Që sa e vogël. Ma, e sa të zanë gruz për me. Shka? Që më në gotë? Skam! Që le më shavine? S'ka pas për me shavine. Ka. Ora me të. E jo më lonë të koj. Pa jo më kajnë me do nuk zu. Për së prita. A dhe me ta kalë të shahimin të. Qia më në delicate. Wow. E ja. Se, na në e që ditët. E i zata unë.
A se pritë heqe? Jo, maq farti. Qërë bib, ta është kalëgjaj eksperiencën teme. O bib, në kam kajmë zapa. Pse me më kajmë më bëdas, më Se, kam më ka lind. Pse më të lind tani, ja përshka? Më ka lind të të shëtash së shtë. Vëndë normal. Ja ma ka loshe tja. Ja ma ka loshe. E jemi normal. The next day. Hello njerëz, sot është i 23 maj edhe shoqja prej Gjermanie na ka ardhur edhe na ka ardhur i ka pas ditëlindjen me 19 maj. Edhe nuk u kanë këtu me të 20-in u nis për kënena, nejse të vjerria bla bla bla. Edhe tek sot na ka rao me dal edhe unë sot kom vendosur me u kallëzu çikve që jam 7 zonë. Po, a mama e keqja pi krejtve është që dje jam konte që ajo shoqe, jo kjo është në Gjermani që është, për tek kja tjetra. Edhe nuk i kom kallëzu kur gjë, jam deg, do më thonë me majt për veti, për mos me i kallëzu, për me mujt për një kohë me i kallëzu dyve, se edhe shkova pa përgadit pa kur gjë heq. E tash jena të shku me apo reagimin e tinve kur t'i kallëzoj që jam prap 7 zonë. Për menimet mija e tjera se qysh e kam tash anekni, masi që jom qëtësu kohar në veti, folëm në ajarë tjetër, se masi s'po kam ko. Edhe para 2-3 ditë e kum shku e kum këshirë bebën, edhe shqyqe për zotit, krejt është në rregull përveç që jam t'i për herët 5 javë i kam e disa dit, amo së jam ka foli prej nervozës, nuk e di që shkam i thonë prindve mi kurse jam që ka që shumë nervoz që duhet mi thonë shoqve. Tash jam të shku me marrë qatë shoqen edhe e sheni pas pak reagimin e tëne. E bde doq. Meni! Ja, haj sjete. Zašto meni? Obje, do sjedite. Čuva, meni. A zašto meni? Mislim, objema ono jednako je, kontaš. Soba. A zašto? Čekaj se vidi. Da. Pogledaj. Možda i pro. A jeste se u crne obukle? Deba! Aj, ne znam kako sam ti sinoć prešutila. Aj, vidi na ješu! A već sve 3 u crne za obukle. Pa da vidi! Bogaj. Zašto mi nisi sinoć rekao? Nisam smjela. Aj, ovo ću vas Nisam da vjerujem. Jedan, samo šutla jučer. Nisam znala šta da pričam više, vam zakrenem da ti kažem. I rekao bolje objekat se. Oj, da vidi ovo. 5 sedmica. Oj, Bože. Ne znam kako sam jučer prešutla, Boga. Pa kad si saznala? U četvrtak, ja mislim. Oj, sinoć mi nareć. Još ja njoj sinoć govorim, reko Šeli sam rekla, reko kad uradi test, reko ne, i bude pozitiva, ne bude, reko meni prvo javila da će joj dati i ona meni ništa nije htjela da kaže. Oj, Bože. Oj, najjeđe, znači, Boga mi. Oj, Bože. Niko lipac moj, da Kako je si, a vidi ovu, koliko je malo. vidi kine s torbicom. Ali jesam se isplakala. Baš ono ko što si ti rekla kad najmanje očekuješ. Sam ti rekla. Materim, ja se ono računam, nisam. I kad sam radila, ja mislim buna negativan. Ja krenula da stavim to u kutiju da baciš. Hoćete da vidite moju reakciju. Šta ćeš? Ovo uzeti klijent. Ja čekam i od tebe. Hoćemo. Još jednog druga. Moram slikat. Next day. Calorier.
Ka ne fuqu sa gëzova, o rime. Na para kujna? Para një përndetësie. O, papi. Si ki kalluar? Na porta? Jo të bacime, shoqët e di. Motra Alba. Garitën. Shoqët e shoqët. The next day. Jan. Baba. Alba Bela, jupi. Taj. Qëtëso? Ma se jesu bile temën për që përvaja, për një për e na për. Do të dhe më qenë që më sa të timë. Ajde, për e. Se më do më rash. Shtazona. Ajma për e. Inshallah djetë. Shala. Jo përqoj, ku të qaj? Ne. Salut. Ne? O një pëse. Që në bimë? Që më bjeja kasa gjorë, të boja kasa gjorë. Ka ti bila? Me 65. A ne, 21. Next day. Nuk e di sa e një të më një prej klime, kamerën nuk e bota me vete, amo e premte, 29 maj, jam të shku me po bebushin tem, me 6 javë, të shojmë apo do për najsam, a u rrit heq, edhe të shojmë ashtë gjithë shka në rregull. Ka për malo? Ja. Viš, ovo je što staje pa nestaje. Ja? Ali ja pomaknem ruku pa evo ovdje. Aha, Viš ko čeka pomaknem. Šepa treperi. jest. Tu. Ovo pored je žumančana mrežica. A prudi ovo i evo otkucaje. Mislim, u teoriji sad mi to možemo i uhvatiti, ali premalo je tu da... Jest. The next day. Gjemen? Luke, Fyr ti këtë më Luke, shka për ty kina për. A për ty, janë hajde chille. Ben showen ze gjiri. Ale që shtojë të një më nga rejt neve, a për qysh? A i të më mirë, t'ja ma pizzoke. Sini nërmala. Inshallah. A kemi dhe vojtë për gjak. Më të qumë e pra një që t'i këtë. Dhe, hello njerëz. Dje kam hi javën e 17 që i bjen veç jam në mujnë e 4. Edhe sa i përket shtatzanis 2 dhe 3 muaj të parë, what the hell? Ma shumë që më ka mënu shtatzania 2 në 3 muajt e parë, për ton jetën nuk jom kanë atë shumë e mënune. Une me algën, kër jom kanë shtatzan, kom pënu, kom hangër, kom gjallnu, kom jetu, si mos me kanë shtatzan, nuk jom vrejt asë që jam shtatzan, bilim. Kjo shtatzani im do këtë mi ka këthi krejt edhe për algën, edhe për tash të vetën. Dja ma keqe, është që jena kanë në Kosovë që ata 3 mujt e parë, jo me plantonën, ta dini,
edhe shka kom hek unë në Turki për buk, unë në shpirtin e kom majt me buk edhe kos edhe qaj trusit. Dhe më thonë, pa egzagerim, mu gërdit ke edhe fjalla kuzhin, mu gërdit ke edhe me hin kuzhin. Kështu, pa me egzageru heq, une kom vujt për buk 3 mujt e parë. Kërë kom marrë vesh 5 javë, e 6 deri dyqysh në 7 javë, jom konë okej, veç 8-ën, edhe 7-ave që pat nis, 7, 8, 9, 10 edhe kënejna, deri kërë kom nej bebe në gjallë të livrit, une jom konë të vujt për buk, me musën ka full kërkush, dhe më thonë, unë nuk kom mujt me hangër. A besoni që gjdo ushqim mu ka gërdit. Kërë dof kemi lam duke që ta 3 muj Albani ka la vetomin, unë e jo. Besomni, mu ka në gërdit e në tona, mu ka gërdit me hangër buk prej kuzhinës, jo tonës, po më në jo vetëm prej tonës, po ku do në furë, Kosovë që i na konë, sidomos në Turki. Këto, mu ka gërdit ushqimi, dhe më thonë, unë jam konë pata ropë, si që kishtë totalisht katastrofë jam konë, dhe qysh, edhe një qysh, që ta 3 mujt e parë jeni ekstrem undë, ama nuk e keni kur gjo me thonë, usha kisha pas qef që ta me hangër, se krejtë sa dhe kanë me ju gërdit. Para se kom kuptu që jam shtatzon me test, normal, ka 3-4 ditë për para, më dogot, une me thënë drejten, prej se u marrë me këto dieta eksesana, une ma kësit zine qorba, që si se nuk kom hangër, edhe ja ka njës mos me mu hangër shkur qip, edhe 3-4 ditë para se kom bët testin, Albani po bjem pat maru pasull, edhe Albani e pat pru bukën shpe me hangër, edhe kur ti kom rau në pasullit, o zot, qash më pat hangër që atër sa i kom pas në ashti 4 jave dishka, pa dit, që ty më ka shku menja a thu, mos jam shtatzon, se une kësit zine nuk kom hangër që me një vjet e ma shumë në sigurt. Edhe shtatzania, insomnia, shka ish, une aj që kom vujt ditën për buk, po kom vujt natën për gjumë, dhe më thonë vetëm unë del ke gjume në gjysë natës, edhe une jom konë totalisht e përgadit në mu që me lodham të sytë, mu përgadit me pi kafe në 3 orën të mëngjesit, se e kom ditë që ma nuk kam e fletë në gjumë, e kom ditë që ma vetëm kam e nej që shto në qutë, edhe të më thonë ato ditë jën kanë ditë të merë për mu. Nervoz ashtu kështu të në kohën edhe ekstrem e ndishme. Shkada që u kanë dikush që ka dek, ose dikuj që i ka ndodhë dishka, edhe që unë nuk e kam dhe më thonë absolutisht kur gjo heq, vetëm janë isha me kajt, o zot, horune. Normal tash jam shumë ma mirë, edhe më ka fascinu fakti që shtatzania e dytë unë e kom ditë që beben kam e një ma herët, ama nuk e kom ditë që kam e një njavën e 13, nësë më besoni, nërse është e mund shma më seriosisht që atëherë kur ja kom njës 13-14 me njës beben bashkë që shduhet edhe ma shpesh, që atëherë mu ka nalë këto budalakinja që nuk më kanë lënë me jetu mirë gjatë shtatzanis, gjatë qatënve 3 mujve. Une me algën ndokët jam konë shtatzania parë, dhe më thonë 17-18, nashtin 19 javë ju rrej, i kom pas kur ju kom kallëzu juve edhe me i thënë drejtën dorën zemër, asi për që në qef nuk është që e kam për me u kallëzu, as nuk jam të vujt mas që ati kontentit, as jam të e pas dëshiren për atë vëmendje që unë jam shtatzon, dorën zemër me i thënë heq, as menja so kam shkon me u kallëzu. Problem janë të më qitë që të darsmat, tash kena darsëm, edhe normal
nuk mundesh me gjetë fustan për mos të dog barki, sidomos shtatzania e dytë me algen unë deri në 5 muaj unë kanë, domethënë krejt rrafsh. Shtatzania e dytë normal që vrihet barki hala më shumë. Ma mërmenja që kam 2 ose 3 darsme edhe një në shtator 4 darsme i kam edhe seriozisht mu kish vrit barkim edhe nuk kam qef me kuptu njerës në është i vetë me thonë a ishte zona në këni po du vetë une me ju kallëzu. Video e di se shumë ju ka habit që kjo video që për ditëlindjen e Talgës kur ja kina prej tortën dhe në atë fustanin e vjollës ai bark ta folim realitetin, ai nuk është bark i shtatzanis, ai është i trashllokit edhe masi ju thash që mu krejt sand mu kanë gërdit unë shpirtin e komajt me uj edhe mu barki ekstrem shumë mu frëke dhe më thonë ai bark i shtatzanis nuk është ju vetëm keni mujt me thonë aha koka shtatzan ama në fakt bro, shka mundet mu vrejt me 2 muaj save që në kanë, nështë sa pa ta hi mujnë e tret. Në më thonë, atë vetëm vja keni fut kod, se tash edhe që kam i bo fotot edhe videot për Instagram, besomni nuk është ashtu barki shtatzanis, halo me ju thonë drejten, halo ai tulli që unë kam vetë për shtatzanis por, e kam dhe më thonë barki se i shtatzanis nuk është. Kthehemi të darsmet, ma mërmenja që si çdo herë edhe njerës të mi edhe kam i pas ekstrem darsmet që me thonë familje ku kanë me kuptu 2 anë të familjes ma da me ju thonë drejten kushtë që më ka pyt kështu live a i shtatzani ku më thonë po nuk ma ka ndi dhe më thonë nuk është që ku më thonë o jo ku shka pëta mërmenja ty anë dhe më thonë nuk jom ljodhë për kësi sana ama nuk kam pas dëshirë me postu në Instagram dishka nuk e di ma mërmenja që mos me pas punë ma mërmenja që kisha mujt me jetu deri në fund me lind bebën edhe mos me postu san. Ata ja u garantoj 1,000,000%. Po edhe se i përket darsmës jo kamermanat e një këni tash pideni gjdo kamerman krejt si po del një ftyrë pak e publikshme në darsëm fill për i qisin edhe po ju dhejt video e të jo kështë që ma mërmenja që kam e konë rast edhe të une si dhe pas thëshë tash me shtatzani duhet edhe jo tani me dit. Unë që t'javë kam e shku në Kosovë kismet e jo kini me marrëvesh në këtë javë gjithashtu që jam shtatzan të më thonë gusht edhe kina dhe ditëlinjën e Albanushit. Jam të bëmë e nështë edhe për ditëlinjët e Albanit me postu në mramje. Nuk e di një, alo nuk i kam kur gjë heq të kachme, kur gjë heq të përgaditne, ama që shem të logarit ma mërmenja që po. Me thënë drejten, ju thash, nuk kam qef, nuk po ta qef heq me u kallëzu, po tash që shtë puna pe bën. Edhe se i përket gjenis as që ata, me thënë drejten, nuk është që jam të vujt me ditë edhe për që të arsye jam të shty sa ma shumë se nuk është që qona natën e me thënë a thua që ka djallë. Me thënë drejten, se i përket gjenis kështu ka del shpirti me full, isha gëzu me konë qik, arsyeja se krejgjonat i kam veç për qik, edhe që Alga e kish pas motrën se di unë vetë me motrën teme se sa jam e lidh edhe i shkon interesant me pas 2 shtriga njejta ose të veç si të lot e kënejna edhe me kon djall isha gëzu sërëzër se nuk kam djall apet dhe më thonë këtë gender reveal kina me pas shumë ma chill se të porin ma mërmenja. Nuk e di shka do që tjetë më mendoj që kam u shkrinj prej gëzimit. Tash nuk e di. Ama gender reveal nuk du me bani alo. Nuk du me publiku alo në është gjinin. Nuk e di halo. Ama shkur qëp, këtu jenë konë reagimet e familjes tona. Mungo një pjesë se vogël kërë nga kanë Kosovë kur ja kumë prezentu që jena të shumë Kosovë të Alban, për të Alban nuk din kur gjo. Ata haj që nuk kanë di që jena të arë, për nuk kanë di të dhe që jam shtatzon të përtha nuk kanë
double shot për ta. Amermenja që ka që është prej këti videos. Po më me besu, ka herë seriozisht mendoj kështë fulli vetë me vetë, thua jam unë seriozisht atë zona. Edhe seriozisht që kjo shtazania e dytë është tepër ma chill se e para, se ti qysh e din farë dashnijën të prit, e din shka të prit, thjesht ti qysh ma pjekin e je edhe ma e logaritnë e kutina të e logaritnja. Nashtë edhe tash të më kujtojtë se moti u bo kjo video. Nashtë edhe që u më kalëzu që na kina dosht moti më bo fmi. Moti mendoj atëherë kur e kina qua algen qirë dhe se unë seriozisht nuk kam qef kur gjo me mik njët, kam qef krejtë se antë mi logarit. Ajo është e kom logarit dhe më thonë. Alga ka pas 2 vjetë e gjysë. Dhe isha tash e shkryu në këta në qirë. Ta ma në thojnë edhe mjekët edhe krejt deri 1 vjet, fëmi si vynë mu mësu, mu adaptu me imuniteta në këni me krejta. Edhe dhe isha nëse yes, feel 7 zonë, dhe më thënë nuk e kam problem deri atëherë edhe me lind, pa dhe nëse nuk yes, nuk e kom pas problem. Drejtën me ju thonë nuk është që kom vujtë shumë, që nuk kom metë 7 zonë palesa, se kom ditë dhe që është shkrit në regull, shkoki që veç një fëmije kam vlo. Nuk kom pas kur farë probleme. Edhe, po, thejsha taman, derisa ta alga mësot, adaptohet në qerdhe, unë taman atëherë lindi, edhe alga i ka 3 vjetë, dhe më thonë, është një farë dalimi 1 vjetë taman, që për shembull fëmija i parë, fëmija i dytë, kur t'i bën 2 vjetë alga deri atëherë i ka 5, edhe tani 5-6 alga veç shkon në shkollë e tjetër në shkruj në qerdhe, apo kuptoni. Do të thënë, kretë këtë senda unë e i logariti me ko, mada mu ka vanu që ajo që e kom pas plan, për jam t'ju thonë që nuk është që kom vujt bili, kam konvenon ma shumë, mu ka ndalimit 3 vjetë e gjysë nërmjet tëne. Edhe alga ma shumë rritët edhe zhvillohet edhe din ma shumë e tana. Kështu që, me nëzir po pres, ta shohë se shka ka me mësjel jeta dhe se qysh ka me kalu këtë shtatzani dytë, normal juve ju bëj updates e gjitha. Edhe po, ka që ke prej meje, ash jemi shumë shpejt me vlogin e Kosovës më doket. Bye bye.